Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se do t'i kërkojë Bashkimit Evropian që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të pranohen aty bashkarisht. Këtë deklarate kanë dhënë nga zyra e Vučićit para udhëtimit të presidentit serb për në Bruksel, ku ditën e sotme ai mori pjesë në një darkë të organizuar nga presidenti i AKS Ursula von der Leyen bashkë me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa. Nëse pranoni 1, 2 ose 3 prej nesh, çfarë do të bëjmë me pjesën tjetër? Si do ta trajtojmë këtë çështje? Si do t'i zgjidhim të gjitha çështjet e hapura? Ka thënë Vučić në një panel të titulluar Konkurrueshmëria Europiane në një mjedis të fragmentuar gjeopolitik, i cili u mbajt në forumin Belt Talks të organizuar nga Globsec. Presidenti serb shtoi se bëhet fjalë për të ardhmen e rajonit, por edhe për të ardhmen e Europës. Nëse dikush dëshiron të kuptojë gjeopolitikën, kjo është e vetmja gjë që BE-ja mund të bëjë, të na mirëpres të gjithëve së bashku, pa kufi midis nesh. Serbët do të ndihen më mirë, bosnjakët do të ndihen më mirë, shqiptarët po ashtu do të ndihen më mirë, kroatët do të jenë më mirë, shpresoj. Dhe unë shoh vetëm gjëra të mira si emërues të përbashkët të kësaj ideje. Kjo ishte ideja ime dhe do t'ja them hapur këtë nesër si Antonio Costas ashtu dhe Ursula von der Leyenit, tha Vučić.